Gjatë paraditës së të dielës, kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës, Bruna Mersini, zhvilloi disa takime me gratë dhe mësuesit e qytetit. Të shumta në numër gratë të moshave dhe profesioneve të ndryshme u bashkuan në një bisedë të hapur me kandidaten Mersini, jo vetëm për t'i shprehur mbështetjen, por edhe për të ndarë ide dhe kërkesa që lidhen me përmirësimin e jetesës në qytet. Mersini u takuaj gjithashtu me mësuesit, të cilët i konsideroi si inxhinierët e formimit të brezave dhe të së ardhmes së vendit. Ajo u ndal tek nevojat për më shumë mbështetje në plotësimin e infrastrukturës arsimore në shkolla, kopshte dhe çerdhe, si dhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve arsimore. Guri i themelit të një shoqërie janë mësuesit. Familja bën pa diskutim pjesë më të madhe të ndërtimit të një brezi të ri, por inxhinierët që lidhin gjeneratat janë mësuesit. Jeni një burim dhe zhvillimit të ekonomisë në këtë Shqipëri. Pa një infrastrukturë, ne nuk e kemi të plot rolin profesional në oraret e punës. Janë bërë konkretisht shkollat rikonstruktuara në qytetin e Vlorës. E shikoj rolin e mësuesit edhe si pjesë e një forumi që duhet ta këshillojë kryetari i bashkisë për botën akademike vetëm, por edhe me qasjen që duhet këtë bashkia me mësuesit po dhe me nxënësit ekselent. Bashkia ka qenë një nga suportet për nxënësit ekselent në dhënien e bursave në gjithë qytetin. Nga ana tjetër, mësuesit i paraqitën kandidates disa nga prioritetet që kërkojnë vëmendje pas datës 9 nëntor, me fokus në kushte më të mira pune dhe mbështetje për arsimin publik. Unë do bëja shkollën, ta restauroja, do bëja këndet sportive, sa ata kanë shumë nevojë, që të bëjnë një qendër komunitare në shkollën tonë. Klasat të jenë me kushte më të mira, më optimale. Si e shikoni idenë e qendërzimit të shkollave? Po, shumë e mirë dhe kjo. Gjithmonë bashkëpunojmë me shkollën e Novoselës për aktivitetet. Brunën e njoh shumë shpejt, e njoh që në moshën 14 vjeç. Kur ka qenë në shkollën Janininga, ka qenë një nxënëse e shkëlqyer. Unë them që ajo s'ka ndryshuar fare, e shikoj edhe sot. Një kërkesë që kam edhe besoj se kjo është në rrugë për restaurimin e shkollës 4 Ronjt. Aty po bëhen faktikisht po bëhen edhe teren sportiv që ne jemi shumë të kënaqur dhe presim restaurimin e shkollës 4 Ronjt. Unë jam mësues gjeografie dhe shoh një problem madhor në qytet që ka bëjë kryesisht me ndotjen. Dhe nuk e shikoj vetëm tek grup mosha jon problemin, madje edhe shëndetësor. Më shumë ja dedikoj mungesës së hapësirave publike, terreneve të gjelbërta, edhe nëse do vini me bashkë, që e ke pak të vështirë, po mund ta realizosh, është që në muajin e parë të mbjellësh pa aq pemë sa jemi ne këtu. Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, Bledi Çuçi, vlerësoi kandidaturën e Bruna Mersinit si opsionin e duhur për ndryshimin e shumë pritur për qytetarët. Unë mendoj që bashkia dhe ju si grup interesi duhet keni një lidhje shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Bruna e kupton shumë mirë që e ardhmja e këtij qyteti, e kësaj bashkie, e ardhmja e kësaj hapësire ku jetojmë gjithë bashkë është ke brezi i ri, ke edukimi i brezit të ri. E ardhmja varet nga shoqëria që ne do ndërtojmë këtu. Në këto takime, Mersini u shoqërua nga prefektja e qarkut të Vlorës, Evisa Lushi, dhe bashkë kryetari i Partisë Socialiste në Vlorë, Klevis Kaso.